Çfarë filloi si një lamtumire sinqerte, një tifozi që po vdiste, shpejt u kthye në një moment të paharrueshëm, kur Eminem bëri një paraqitje surprizë që askush nuk e priste. Përgjegjja thellësisht emocionale e reperit, e cila la dhomën në lot, nuk u parashikua nga askush. Ky ndërveprim i fuqishëm dëshmon se ndonjëherë legjendat e muzikës bëhen heronj të jetës reale. Ndërsa një djalë i ri përgatitet të thoshte lamtumirat e tij të fundit familjes, ai kurrë nuk ëndërroi se dëshira e tij më e madhe do të realizohej. Por kur Eminem hyri nga dera, reagimi i tij emocional ishte krejtësisht tronditës. Gage Garmo, një 17 vjeçar nga Rochester Hills, Michigan, përballoi ditët e tij të fundit me guxim të palëkundur, duke mbajtur shpresën për një moment të fundit domethënës, përpara se koha të rrëshqiste larg. Prindërit e tij mbajtën një vigjilencë të vazhdueshme pranë shtratit të tij, duke parë teksa trupi i djalit të tyre dobësohej, megjithse shpirti i tij nuk u lëkund kurrë. Dikur plot jetë, i njohur për dashurinë e tij ndaj skateboardit, basketbollit dhe një energji infektive, Gage kishte një pasion të thellë dhe të jashtëzakonshëm për muzikën, veçanërisht për Eminemin. Tekstet e papërpunuara dhe të ndershme të reperit goditën një akord të fuqishëm me të, dhe dhoma e Gage qëndronte si një tribut për atë lidhje. Një testament i admirimit të tij të thellë. Dhoma e Gage reflektonte dashurinë e tij të palëkundur për Eminemin. Jeta e tij ndryshoi përgjithmonë kur një dhimbje vazhdueshme në këmbë çoi në një diagnozë shkatërruese, osteosarkoma, një kancer i rrallë dhe agresiv i kockave. Lajmi coptoi botën e tij, duke e kthyer adoleshentin dikur energjik në një pacient spitali që luftonte përmes trajtimeve të mundimshme. Ndërsa forca e tij fizike zbehej ngadalë dhe ai tërhiqej nga jeta sociale, Gage gjeti ngushëllim në muzikën e Eminem. Këngët si Not Afraid dhe Till I Collapse u bën himnet e tij personale. Tekstet e tyre morën një kuptim të ri teksa ai luftonte betejën e tij kundër kancerit. Përmes luftës së tij, fjalët e Eminemit vazhduan të frymëzonin dhe ngushëllonin Gage, duke u bërë një burim i vazhdueshëm force në udhëtimin e tij sfidues. Lufta e Gages kundër kancerit ishte e mundimshme, por përmes dhimbjes ai mbajti tekstet e Eminemit si një litar shpëtimi, duke marrë forcë dhe duke refuzuar të linte shpirtin e tij të thyej. I rrethuar nga të dashurit, ai përballoi diagnozën e tij terminale me guxim të qetë, i vendosur të shfrytëzonte sa më shumë kohën e mbetur. Nga të gjitha dëshirat e tij të fundit, njëra dallohej: takimi me Eminemin. Nëse mund ta takoja vetëm një herë, shpesh thoshte Gage, do të bënte gjithçka të vlej. Miku i tij më i mirë, Kyle, nisi një fushat në mediat sociale, Gage Garmont Meet Emin, e cila shpejt u bë virale, duke përhapur historinë e Gages nga qarqet lokale në titujt kombëtar. Njerëz në të gjithë Michigan dhe më gjërë u bashkuan kauzës në media dhe të famshmet lokale që amplifikuan mesazhin. Brenda ditësh, dëshira e Gages ishte bërë një sensacion viral, duke demonstruar fuqinë e madhe të mediave sociale dhe dëmshurinë e të huajve të bashkuar nga një qëllim i përbashkët. Ndërsa fushata në mediat sociale fitonte vrull, Kyle kontrollonte me ankth për përditësime, i vetëdijshëm për gjendjen e përkeqësuar të Gages. Pavarësisht mbështetjes së madhe, familja e Gages mbeti realiste për shanset e arritjes së Eminemit, por Gage, edhe në gjendjen e tij të prisht, mbajti shpresë. Pa dijenin e tyre, Eminem kishte parë fushatën dhe ishte prekur thellë, duke zgjedhur të shmangte publicitetin dhe duke organizuar një vizitë private në shtëpinë e familjes Garmo. Një pasdite, Eminem rriti në heshtje, i veshur thjesht. Babai i Gages, Alan, e çoi atë në dhomën e gjumit, tashmë një dhomë spitalore improvizuar. Gage, mezi ishte i vetëdijshëm, hapi syt kur Eminem hyri. "Hey Gage", tha ai butësisht. Fytyra e Gage u drejtshua me një buzëqeshje të zbetë. "Nuk ka mundësi", përshpëriti ai. "Po burr, jam unë", u përgjigj Eminem. Për orën tjetër ata folën qetësisht. Eminem duke ndarë luftën e tij dhe duke ofruar ngushëllim për djalin që kishte marrë forcë nga muzika e tij. Biseda e tyre ishte intime dhe e sinqertë, e lirë nga çdo gjurmë famës dhe e përqendruar vetëm në lidhjen e dy individëve që kishin përballuar vështirësi, ballë për ballë. Pavarësisht dobësisë së tij, Gage mblodhi energji për të pyetur Eminemin për këngën e tij të preferuar.
Ai ishte kurioz për frymëzimin pas disa teksteve dhe Eminem foli me ngrohtësi të vërtetë, jo si një i famshëm, por si një mik që kuptonte luftën. Atë mbrëmje pasi ai u largua, një qetësi u vendos mbi shtëpinë e familjes Garmo. Megjithse Gage ishte i dobët, kishte një paqe të qetë rreth tij. Dëshira e tij e fundit ishte përmbushur. Familja e tij që priste vetëm trishtim, ndjeu në vend të kësaj një ndjenjë mbylljeje. Takimi me Eminemin nuk ishte thjesht një takim me një të famshëm, ishte një lidhje fuqishme me muzikën që e kishte mbajtur Gage gjallë gjatë momenteve të tij më të vështira. Ndërsa në ata ra, prindërit e tij shndruan pranë tij, duke i mbajtur dorën, duke ndjerë se ai më në fund ishte në paqe. Atë tashmë ishin pajtuar me të pashmangshmen, por kjo natë ishte ndryshe, kishte një qetësi në dhomë që nuk ishte qenë aty më parë. Faleminderit, përshpëriti Gage nënës së tij, e cila i shtrëngoi butësisht dorën. Sytë e saj ishin të mbushur me lotë, jo vetëm nga trishtimi, por nga kuptimi. Ajo e dinte çfarë donte të thoshte Gage. Gage falenderoi nënën e tij, jo vetëm për dashurinë e saj, por për ndihmën në realizimin e ëndrrës së tij të fundit. Babai i tij shndroi pranë duke vendosur një dorë mbi shpatullën e tij, shumë i prekur për të folur. Të nesërmen në mëngjes, ndërsa rrezet e diellit hynin nga dritarja, Gage mori frymën e tij të fundit, i rrethuar nga familja dhe miq të ngushtë. Megjithse të thyer në zemër, ata gjetën paqe duke ditur se dëshira e tij e fundit ishte përmbushur. Në funeralin e tij, komuniteti Rochester Hills u mblodh për të nderuar djalin që ishte bërë një simbol i shpresës dhe qëndrueshmërisë. Kyle, i cili nisi fushatën, foli për atë si një postim që u kthye në një lëvizje globale, dëshmi se edhe një zë mund të bëjë ndryshim. Gage na tregoi të gjithëve çfarë do të thotë me të vërtetë të mos dorëzohesh kurrë, tha Kyle, me zërin e tij të trashë nga emocioni. Dhe kur gjëra dukeshin të pamundura, ai mbajti shpresë dhe për shkak të kësaj, ai e bëri të pamundur në realitet. Fjala për historinë e Gage u përhap shpejt pas vdekjes së tij. Media mori vesh për vizitën private të Eminemit, pavarësisht kërkesës së reperit për privatësi. Historia e djalit, dëshira e fundit e të cilit u realizua, rezonoi me njerëz në të gjithë vendin, jo vetëm për shkak të aktit të qetë të mirësisë së Eminemit, por për shkak të shpirtit të palëkundur të Gage. Në muajt që pasuan, familja dhe miqtë e Gage bën misionin e tyre të vazhdonin trashëgiminë e tij. Ata themeluan fondacionin Gage Garmo, një organizatë kushtuar mbështetjes së fëmijëve dhe adoleshentëve që luftonin me sëmundje terminale. Fondacioni rriti ndërgjegjësimin për osteosarkomën dhe ndihmoi të rinjt të përmbushnin dëshirat e tyre të fundit, ashtu siç kishte bërë Gage. Me mbështetjen e komunitetit, fondacioni u rrit shpejt përtej Michigan, duke tërhequr vëmendje kombëtare. Të famshëm dhe filantropist dhuruan bujarisht dhe përmes përpjekjeve të tyre, shumë fëmijë me sëmundje terminale pan ëndrat e tyre të realizuara. Çdo herë që një dëshirë përmbushej, prindërit e Gage ndjenin krenari, duke ditur se kujtimi i djalit të tyre po ndihmonte të tjerët të gjenin paqe gjatë momenteve të tyre më të vështira. Eminem, besnik ndaj fjalës së tij, kur nuk foli publikisht për vizitën. Ai ia la familjes dhe miqve të Gage të ndanin historinë në mënyrën e tyre. Por, ata që ishin afër reperit, e dinin se takimi kishte lënë një shenjë të qëndrueshme tek ai. Duke përballuar vetë luftrat e tij, Eminem gjithmonë kishte mbajtur autenticitetin afër zemrës dhe takimi me Gage, duke parë se si muzika e tij kishte fuqizuar një të ri gjatë luftës më të vështirë të jetës së tij, e preku atë në një mënyrë që pak gjëra mund ta bënin. Megjithëse ai kur nuk foli publikisht për këtë, Eminem gjeti një mënyrë thellësisht personale për të nderuar Gage. Në një koncert vetëm disa muaj më vonë, gjatë një momenti të qetë mes këngëve, ai ndaloi dhe shikoi turmën. Dua t'ja kushtoj këtë të radhës, dikujt që luftoi më fort se kushdo që ka njohur ndonjëherë, tha ai butësisht, përpara se të niste një performancë të fuqishme dhe emocionale të Till I Collapse. Turma brohorit e pave të dishme për kuptimin më të thellë pas tributit, por për ata që dinin historinë e Gage, momenti bante një peshë të thellë. Megjithëse nuk u pranua publikisht përsëri, kjo do të thoshte gjithçka për familjen dhe miqtë e tij. Ata e dinin se kujtimi i Gage do të jetonte jo vetëm përmes fondacionit, por në zemrat e të gjithëve që ishin prekur nga udhëtimi i tij. Në fund, Gage i rikujtoi botës se edhe ëndrat më të pamundura mund të realizohen kur mban shpresë.
Dua vërtet të di mendimet tuaja, prandaj mos hezitoni t'i ndani ato në komentet në seksionin më poshtë. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe e gjetët atë tërheqëse, ju ftojmë të abonojeni në kanalin ton për më tepër video interesante.